Biznesmeni nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Mohamed Al-Abar, është investitori që mori përsipër të kryente një investim të madh në qytetin e Durrësit, që do të shndërronte portin e Durrësit në një marinë vetëm për pasagjerë dhe jahte, dhe po ashtu projekti përfshinte zhvendosjen e shërbimeve të përpunimit të mallrave nga Durrësi në Porto Romano, si dhe ndërtimin e një porti krejtësisht të ri në këtë zonë. Një projekt i tillë kapte shifrën e 2 miliard dollarëve dhe do të ndërtojë në një sipërfaqe prej 80 hektarësh. Biznesmeni nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Mohamed Al-Abar, së fundmi foli në një intervistë për investimet që ka bërë në rajonin e Ballkanit, përfshi këtu dhe Shqipërinë. Themeluesi i EMAR është shprehur se në Shqipëri ka ndërtuar shumë shpejt dhe ka cilësuar këtë si një gabim. Në Shqipëri ndërtova shumë shpejt, ishte një gabim, tha Al-Abar në një intervistë, ndërkohë që pak kohë më parë vetë Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit njoftoi se 2 pallate në fazën e fundit të ndërtimit, njëri 9 e tjetri 11 kate, kanë pësuar ulje të strukturës duke u zhytur disa centimetra në tokë. Projekti në portin e Durrësit, për të cilën është dhënë tokë shtet përveç zgjatjes në kohë, ka patur dhe problematika duke nisur nga rrëshqitjet, siç e theksuam më lart, ku pallatet pësuan ulje të strukturës. Në krahun tjetër kemi një tjetër investim dhe projekt në tentativë, që është ai i Zvërnecit, pasi vetë kryeministri Edi Rama është shprehur se nuk ka një projekt pasi po kryen studimet e nevojshme për këtë investim. Investimi për projektin në Zvërnec kap shifrën e 4.2 miliard eurove. Kemi 2 investime, atë të Al-Abar në Durrës dhe atë të planifikuar për Zvërnecin, të cilat po i vën përballë fakteve dhe krahasimeve. Projekti i Mohamed Al-Abar në Durrës. Në rastin e Mohamed Al-Abar, për realizimin e projektit u dha tokë shteti, pati kundërshtime nga opozita për faktin se Rama po i dhuronte tokë në Bregdet Al-Abarit, por shqiptarët nuk e panë të udhës të ngriheshin në protestë, edhe pse bëi fjalë për një projekt që tokën për realizimin e tij e kishte dhënë shteti. Rasti i Zvërnecit. Për rastin e Zvërnecit u ngrit një fortunë në gotë me qëllime të fshehta. Në një tokë private u ngritën disa banorë të zonës dhe të tjerë të infiltruar për të kundërshtuar një investim 4.2 miliard dollar që do t'i sillte një zhvillim ekonomik, po ashtu dhe infrastrukturor zonës. Ditë pas dite po ndryshoi retorika. Më pas u zmallua protesta. Tani nuk ishte më një protestë për tokën private, por për faktin se Zvërneci ishte zonë e mbrojtur. Gënjeshtrat vijuan njëra pas tjetrës. E radhës ishte se qeveria po ushqiste tokë izraelitëve, më pas kauza e flamingove dhe në fund përfundoi si një protestë politike me thirrjen e famshme Rama jep dorëheqjen. Duke parë një pasqyrë të 2 rasteve, aty të Al-Abar dhe Zvërnecit, faktet përballë janë të tilla. Në rastin e Al-Abar kemi një projekt për të cilin është dhuruar tokë shteti. Al-Abar thotë se ka gabuar dhe është penduar që investojë në Shqipëri, por kjo është një tjetër temë. Ama fakti është që për projektin u dha tokë shteti dhe nuk u bë asnjë protestë. Madje shumica e shqiptarëve nisën menjëherë të blinin ajër në Durrës, pasi ndërtimi ka nisur që për vitin 2023. Në rastin tjetër kemi Zvërnecin, një tokë private për të cilin u ngritën disa banorë, u ngritën disa retorika, u nis një protestë që përfundoi politike. Kush e ngriti reagimin? Kush qëndron pas nxitjes? Protestat u ngritën në 4 gënjeshtra që u zbehën nga e vërteta. E para u tha që ishte një tokë shteti. Kjo rezultoi një gënjeshtër, pasi është një tokë private, pronarët e së cilës folën dhe publikisht. Së dyti u tha ishte zonë e mbrojtur. Një tjetër gënjeshtër ka një klasifikim. Së treti u tha se shteti u ashiti tokën izraelitëve dhe kjo një gënjeshtër, pasi në rastin e Zvërnecit kemi të bëjmë me tokë private. Dhe e katërta, kauza Flamingo. Në atë zonë ku projektohet të investohet nuk ka flamingo. Ato ndodhen larg asaj zone. Të gjitha arsyet e protestës ranë si një kështjellë prej rëre. E vetmi arsye që qëndronte ishte dorëheqja e Ramës. Pyetjet që lindin janë: kush e nxiti protestën? Çfarë fshihet pasaj? I lëm teoritë konspirative. Përmendëm 4 fakte që rrezonin të gjitha kauzat e atyre që dolën në shesh për të protestuar. Për projektin e Al-Abar pati një qasje ndryshe, u dërguan gazetarë në Dubai për të intervistuar, për të zbardhur çfarë po ndodhte me projektin. Shqiptarët në këtë rast zgjedhën të vraponin të blinin ajër, dhe pse projekti ishte tokë shteti, nuk u protestua. Në rastin e Zvërnecit u ngritën për një tokë private, ku shteti nuk ishte dorë. Pse u krijua e gjithë kjo fortunë në gotë? Mos vallash një luftë kundër presidentit Donald Trump dhe familjes së tij që u krijua me mbështetjen e Sorosit apo të partive të majta? Faktet janë përballë. Sjellja në të dyja rastet është e pajustifikueshme. Gënjeshtrat zbehen nga e vërteta.